emri, në fakt përfolja e emrave është gjëja më e zakonshme, sepse subjektet të rëndom, në këtë rast është subjekti jonë, pra i diskuton ta themi kandidatët të cilët e kanë potencialin për të fitu, dhe natyrisht është kryeqyteti, por edhe qytetet të tjera e kanë rëndësinë në vete. Emri në fakt përfolja e qekut në komunën e Prizrenit për edhe Prishtinës, e ku së fundmi u vendos në Prishtinë, është i mirëpritur për arsye që qeku tashmë një kohë të gjatë jeton e vepron e besoj edhe domethënë punon në Prishtinë, pra veprimtaria e tij tashmë është komplet e vendosur në Prishtinë. Prishtina na takon pra gjithëve, është kryeqytet dhe në këtë farë formë është njeri i kulturës, shoqërisë civile, i cili ka dhënë pra jo vetëm komunës Prizren, por edhe Prishtinës, është një ministër, në vazhdon asaj që tha zotri Muja, pra Prishtina së shpejti pret, domethënë aktivitete në rrafshin e kulturës e sportit, sidomos në aspektin ndërkombëtar. Edhe për fund kushtrim, mendoj që ndër opsionet të cilat sigurisht zotri Kurti ka pa të mundshme, zotri Qekun e ka pa si opsionin më të mirë, i cili mund garoj edhe mund ta fitoj Prishtinën, përballë kryetarit aktual, mendoj që zotri Qeku ka shanset, ka përkrajen, domethënë mendoj edhe fitoren e mundshme, të cilën sigurisht do ta jetësoj në zgjedhjet lokale. Dhe nëse Qeku konfirmohet për Prishtinë, a do të thotë se Artan Abrashi do të konfirmohet për Prizren, zoti Rexhaj, dhe po shoh që Muja tani po të buzëqesh në këtë moment se po e vren pak sikletin tek ju, edhe pse ti në fytyrë nuk po më jep grimasa kështu të veçanta, ama publiku besoj që i sheh këto sera. Po zotri Muja tash sigurisht kanë pas pyetjen për Mitrovicën, edhe ja shoh fytyrën aty. Pastaj e shohim atë. Do ta ketë. Ngjyrën e fytyrës së Mujës, po sigurisht mendoj që jemi në procesin e fundit ku në emrin e të përfolurve është edhe zotri Abrashi, për kohët të tjerë. Mendoj që pra jemi në fazën e fundit ku edhe ne e vendosim kandidatin. Kjo sigurisht po shkon në diskutimet të cilat po ndodhin brenda kryesisë së Prizrenit. Ka ende opsione tjera apo vetëm ka mbetur zyrtarizimi? Gjithmonë ka. Informacionet e mia janë që ka mbetur vetëm zyrtarizohet. A kam me drejtë ose jo? Gjithmonë pra ka mundësi për opsione dhe gjithmonë ka mundësi për diskutime. Këtu më varet të vullneti i Abrashit, që domethënë edhe ai duhet me thonë fjalën e vet, duhet me thonë edhe kryetari i lëvizjes vendosin këtë rast zotri Kurti. Pra mendoj që emri i Abrashit është emër serioz në domethënë i cili mund ta sfidoj edhe ta fitoj kryetarin aktual, i cili është ndër kryetarët i cili pra nuk i ka sjell gjatë mirë Prizrenit, meqense se jam edhe i Prizrenit. Besoj që s'po du me kalu në këtë temë tash në temë lokale. Jo, pa merak se kjo tema lokale është një interes publikut dhe unë kam shumë shikues nga Prizren, cilë t'i përshëndes gjitha ato Gjithashtu i përshëndes. Nga Kurilla te Bashdërhania, nga Arbana, te Tabakana. Edhe atë, edhe tek Qarqia, pse jo. Mendoj që emri